Përshëndetje, fillim lidhjen e Këshillit. Në rendin e ditës jeni të njohur. Dhe shpikave që ju kënar shtohet në rendin e ditës, për vendimi i kryesisë Këshillit, për zgjedhjen e kryesisë dhe kryetarëve të fshatrave në Ministrinë Administrative të Kremit. Se kemi mundin e përruar. Dhe në vendimi kryetarët të bashkisë, në shtesë dhe ndryshim projekti, për objektin në konstruksion zërat Ministrisë Administrative të Publike. Kush është dakord në rendin e ditës? Kundra, s'ka, abstenim, s'ka, njëra. Atëherë fillojmë me pikën e parë të rendit të ditës. Po të njëra të ndimë. Njëra të ndimë në rëndë. Po lidhë. Që në fund në të. Po, përnë. Po, mikrofonin, kështë pa mikrofonin tjetë. Përshëndetje gjithëve, të nderuar këshilltarë, nderuar kryetari i Këshillit të Bashkisë dhe ju të ftuar. Unë shoh arsyeshme mesot që në këtë mbledhje të Këshillit të Bashkisë të trajtojmë një shqetësim qytetar, realisht, sepse na tashmë gjithë e dimë se ndodhemi në një situatë jo fort përshtatshme për sa i përket shnekit të banorëve të gjithë Shqipërisë e të gjithë botës, për mënyrë të veçantë Bashkisë Mirdit. Nga informacionet dhe nga të dhënat që japin protokollet e Ministrisë Arsimit, numri i infektuarve në Bashkinë Mirdit është goxha i madh, është një shqetësim shumë i madh. Unë tjetëri kërkoj, nuk e di, nëse në Bashkinë Mirdit funksionon një task force dhe nëse ne kemi kompetenca që të kërkojmë llogari, e di që kushtot është e paevitueshme përhapje e këtij infeksioni, por me masa dhe me disiplinë mund të ndërpritet zinxhiri i këtij infeksioni. Dhe është shqetësuese për ne se jo pak kanë mund jetë njerëzish e mënyrë veçantë edhe gra, e zoja shtëpiash, banorë të qytetit të Rreshemit, gra forta, gra zojat, për cilën unë me këtë rast i përcjell mbështetimet familjeve të gjitha atyre që kanë humbur të dashurit e tyre. Dhe kërkoj Këshillit të Bashkisë. Ti kërkoj ose të ndërmyret task force-a duhet të jetë task force, dhe se Sandri mund na jap një shpjegim, po nëse ashtu dhe e marr në fund shpjegimin, dhe të kërkoj dhe institucionet të vinin para përgjegjësisë, se ka një diferencë të madhe. Në të drejtën ne i shohim vetë në lokale pa maska, nëse për një tri është një grip i zakonshëm, për një të moshuar, për një që ka diagnoza të dyta, është vdekje kurs. Kështu që ne e neglizhojmë edhe ne nuk respektojmë ato rregullat, nuk kemi disiplinën e duhur, dhe ajo që është më e keqja, unë tash përcjell shqetësim qytetar. Ajo që është më e rëndësishme, më alarmante është sepse pjesa atyre që janë asimptomatikë, që s'kan simptomat të koronavirusit, dalin, janë të tampon pozitiv, kanë dalë me tampon pozitiv dhe dalin dhe sigurisht shpërndajnë, kjo është një zinxhir i shpërndarjes së shpejtë të këtij virusi. E këtë e kërkojmë, ja kërkoj Këshillit të Bashkisë që në rastin më të shpejtë e më të mundshëm të tras task force-n dhe t'i kërkojë në sap të paktën të karantinohen të gjitha ata persona që dalin me tampon pozitiv. Unë e di që policia shtetë, policia bashkjaki, është BSHP, është drejtoria spitalit, nuk e di, janë disa institucione. Nuk e di, sepse janë kaq indiferent. Nga që ne në Mirdit kemi humbur shumë jetë njerëzish. Do thoni ju është e pashmangshme, e paevitueshme, po, jo, edhe e shmangshme është. Edhe mund të ndërpresin e masa disiplinore, mund të ndërpresin zinxhirin e prapës të këtij infeksioni vdekje kurs. Dhe e dyta, unë i kërkoj kryetarit Bashkisë në Gjerë dhe Ministrisë së Financës, nëse është mundësia, se ne dimë paraprakisht se cilat janë mundësitë e buxhetit të Bashkisë, nëse është mundësia në të batra ku ka më shumë të infektuar, të bëhet edhe sidomos në institucione, të bëhet një dezinfektim në shkolla, fëmijëve, nuk e di si do ta shoh tash në Bashkia. Në gjithë dezinfektime dhe masa janë marrë, por
kërkoj që merren këto masat minimesh me të sa të mundur ta ulin pak infeksionin dhe si jashtë. Faleminderit. Problemi në fakt është shumë shqetësues. Në thamë e jetë, ne kemi pas disa humbje jetë në zërë dhe të moshës aktive. Dhe jetë të humbje është një jetë. Në gjitha tamë, nuk e di, përgjithsi, sepse këto nuk dalin të hapura që dihet të e pa vetëm drejtoria e shtetit publik dhe policia e shtetit, të cilët din se kush janë të tamponuar dhe kush janë pozitiv me COVID-19. Mirë do t'ishte që edukata qytetare të funksionon dhe në këtë nivel që çdo njeri që është i prekur në COVID-19 të vetë karantinohesh pa pas nevojë ndërhyrjen e strukturave shtetërore. Por atë në ato momente kur kjo nuk funksionon dhe kjo nuk kuptohet, kjo keq kuptohet edhe kjo është vepër penale në fundit, pastaj kur vije fundja fare është vepër penale, organet përkatëse duhet marrin masat drastike për karantinimin e të gjithë personave që janë pozitiv në COVID-19. Me qenë se ne jemi direkt live, unë prandaj falenderoj Marije që e bërë shqetësim, po e ritheksoj edhe një herë unë se mund të na ndjekin qytetarët, dhe të them që shpresoj se nga kanë ndjekur gjitha ndjerjet e Këshillit, së pari qytetarët të vetë ndërgjegjësohen se kjo është një pandemi në gjithë botën, por të kenë parasysh edhe këto humbje jete që ndodhe edhe një vit në Shqipëri dhe në gjithë botën. Unë nuk e di se sa kompetenca kemi ne që të rasim këto, se kjo është për herë parë, po me gjitha ta, ne si kryesi i Këshillit edhe mas neve si Këshillit, do të sqarohemi bashkë me kryetarët e grupeve dhe rasim edhe si kryesi i Këshillit, bashkë me kryetarin e bashkisë, ato struktura që kanë detyrë ligjore për kufizuar këtë fenomen. Në qëse ka dhe të Unë besoj që strukturat qoftë strukturat e pushtetit qendror në nivel vendor, qoftë Bashkia e Mjerdit në përgjithësi ka përmbushur detyrimet që ka për sa përket shqetësimit të COVID. Zyrta e Shëndetit Publik, doktori infektolog Sander Picaku e ka ndjek hap pas hapi problemin e pandemisë. Dhe unë shikoj që Mjerdit vërtet është e përhapur si gjithanej, po paka shumë është në atë nivel që janë bashkit në të numër popullsie që ka Mjerdita. Jam marrë masa për dizajnimin e shkollave, jam marrë masa për dërgimin e ujit atje ku ka qenë mundësia. Kështu që shqetësimi është real, sepse është një virus që i rrezikshëm dhe që njerëzit humbasin jetën. Unë kam provu vetë, është e vështirë. Disa njerëz e kalojnë pa simptoma, disa e kalojnë me simptoma të tjera, disa e kalojnë shumë vështirë. Dhe një numër i caktuar njerëzish humbasin jetën siç kanë humbur jetën dhe në bashkinë tonë. Kështu që vëmendja duhet të jetë, ndërgjegjësimi publik duhet të jetë, jo çdo gjë mund bëhet me policë, çdo gjë puna më e madhe bëhet me ndërgjegjësimin qytetar, që njerëzit të jenë përgjegjshëm, sidomos të rinjt, fëmijët, ajo pjesë që mbi bazën e rregullore duhet të mbajnë masë. Ne shikojmë njerëzit që pa përgjegjësi, nuk mund të shenë çdo qytetar ketë një policë mbrapa. Ndërgjegjësimi i qytetarëve lumë në rolin e vetë është evident. Faleminderit Maria për problemin dhe për shqetësimin që ka përmendur. Shëndetim, sot që flasim në fakt aktualisht Bashkimi Mjerdit janë 68 raste që janë pozitiv. Është një numër të gjatë, po
falendëruar sinqerisht edhe bashkia për sa i përket shkollave, institucioneve dhe parashkollore dhe shkollore, ku kemi një numër të pak. Kena pasur 2-3 mësues, ato kanë ndjekur rregullat të kanë qenë funksionuar, kena pasur edhe 2-3 nxënës për ata të zbatuar rregullat, por nuk kena një shpërblim epideminë për shkolla, se ato është ndërmendimi më i madh. E keqja më e madhe e bashkimit tonë është se ne kena edhe këtë ceremoni ndashmërtore ndashmëras. Për hapjen më madhe po bëhet këtë ceremoni mërtore. Është në kam akecit të zërvishtisë, duhet jena shumë kujdesshëm, duhet jena shumë kufizuar në këtë rast. Për hapjen po bëhet vetëm në ceremonitë mërtore që është më shumë. Nga ndjekje që po bëhet dhe zinxhirit aty dalë. Para 50 vitesh mund të kenë qenë mort, pasi filluar i jepin shkaqe shenjë. Kështu që është edhe kujtari, masat duhen madh, higjiena vetjake, kolektive, sidomos maskat do të marrin në ambientet e mbyllura, në institucionet është tepër domosdoshme të madh. Dhe në çdo lokal, në çdo market që futemi pa maskë, edhe rrugës. Është problem i madh në punë, për gjithë bashkë ne mund ta kalojmë dhe mund ta menaxhojmë shumë mirë situatë. Atëherë faleminderit, dhe të shërbej ki reagim këtu në Këshill, edhe si një apel për gjithë qytetarët e Mjedisë, edhe më gjërë më shka, Sven e Gadim, që të zbatohet me përpikëri protokolli i Ministrisë së Shëndetësisë. Kjo është në mirën e atij që është me Covid, në mirën e atyre që janë përpëndrojt, në mirën e gjithë shoqërisë për të përballuar këtë pandemi. Vazhdim në rendin e ditës, për vendim për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar për ndihmën deri në 6% për periudhën 1 deri në 30 shtator 2020, bashkia Mjedin. Kemi një qytetar këtu, një sekundë. Po urnajgjim. Ju përtëdoj që me lakë pjesëmarrën këtu, përtëdoj kryetarin e bashkisë, kryetarin e Këshillit Bashkiak dhe antar shonjat e zotërisë. Unë kam javë, që ka ideali që ka gjunën e ty, me medikamente, pashku nga Kosova ka ikë detali, edhe pa mundësi për tarë, mos ma ikë për krejët sociale, unë që do të bëjt ashtë? Asë që lojt të ardhëm në shtëpi time, kam të plake 90 vjeqe në shtëpi, që do të bëjt? Unë ju përkëj ndim që të pak në për krejët sociale, drita do të pagu, ujtë po. Drita ujtë pak të qajtë që për të hongër po bërë në e fejtë, drita ujtë me që t'i pagu. Unë ju përkëj që më ndimoni nga Këshilli Bashkiak, nga zyra sociale, unë zdi që të më të kjallë. Ju falenderoj që më pranon në pjesëmarrje. Po, Morgan? Po, përfet që a i përmojnë shtatorën është konstitues për arsye të mos paraqitjes në zyrë për të firmas. Unë në gjinin kam punituar, në gjinin dhe kam thënë, më sill një arsye tim shëndetësor. Më sill një raport që kjo është për një kimja shteti. Më bjen një email që kjo ndodhet në spital, për ta justifikuar mungesën e personit. Herë më tha dy vjen për Hanën, një herë është në Kosovë, pas të kërë në Itali, si të gjithë të tjere kuptohet që po është heq me vjetra, e kuptoj që nuk është ligjërisht, nga ona humane më duket që nuk është shumë e drejtë që për një pjesë partë e gjithë familja të disfavorizohet në këtë drejtim, të refuzohet, por ligji është atij. Në qoftë se personi nuk është në zyrë, ose nuk paraqet në arsyeshëm ligjor për ta justifikuar mungesën e tij, ne kam të pamundur të bëjmë gjenerimin e deklaratës tramojore. Jo të gjithë, por plasë një pjesëtari që nuk paraqitet. Dhe për këtë arsye refuzohen nga 10 familje në Bashkinë Mjedin për mungesën e një pjesëtari i cili nuk vjen të firmos deklaratën tramojore. Ti bëjnë llogaritet ato 3 muaj, shteti e ka lënë këto lloj hapësire ligjore marrë herë 3 muaj, ti llogarisin se kur e kanë datën për të firmos ose
kryejmë procedurat që unë nuk mund të them për të kryer procedurat, sepse ai edhe si po ta ketë ndarë të djalin nga certifikata familjare, ai përsëri refuzohet për 6 muaj, sepse quhet ndarje spekulative për arsye përfitimi dhe nuk formon kurore. Pra i njëjta gjë kishte prej Gjinin, edhe sikur ta kishte heq nga familja e tij. Gjithsesi ai thot për arsye shtetësore, po nuk ka paraqit asnjë lloj dokumenti për arsye. Ke po me paterica zonja Mote. Mote. Po nuk justifikohet mu e pamja ime me dokumentin e gjërat. Patericën mund të dalëron, po pata raport. Është dokumenti zyrtar. Po është dokumenti zyrtar. Ka pa dokumenta zyrtare. Asnjë lloj dokumenti nuk ka paraqit për të arsye. Edhe janë dur për të sjellë. Një sekond. Tjetër, shqetësimet e qytetarëve do t'i larë në fund të kuptoj. Mbledhja e Këshillit është mbledhje e Këshillit. Janë të hapura mbledhjet e Këshillit, por nuk do të thotë që qytetarët të vinë këtu dhe të marrin fjalë. Nëse personi në fjalë ka probleme të kësaj natyre, bën një ankesë që probleme qytetarë dhe merr një përgjigje me shkrim. Ligjet janë ligje, nuk janë në dëshirën as timin, as të administratës, në thonë që ndryshojmë apo të devijojmë. Ligje është për të zbatuar. Ai ligje padyshim që është shterrus dhe nuk vjen mundësinë për të qenë subjektiv dhe për ta interpretuar, kështu që nëse personi në fjalë sjell raporta shëndetësore për djalin, absolutisht merret parasysh. Por nëse nuk sjell raportin, absolutisht nuk mund të merret. Po një punësim me që këntare në pjesë. Në falë, nuk e keni se këto. Dakor. Faleminderit. Nuk ka do fëmijë, faleminderit për pjesën. Atëherë, kush është dakord me projekt vendimin për miratimin e ditës së ekonomike? Kundra? S'ka, abstenim? S'ka, miratohet. Pikën 2 të projekt rendit ditës, ta kalem për në fund, për miratimin e planit menaxhimit integror brepja, pasi është në paraqitje në vazhdojmë me pikën e 3. Projekt vendimi i kryetarit bashkisë për miratimin e planit social të bashkisë në DIR 2021-2023. Kryetari i komisionit. Të nderuar këshilltar, reforma administrative territoriale ka dhënë mundësi që menaxhimi i bashkimit të fillojë në fazë tjetër të kuptojmë. Në këtë moment që mund të flas. Na ka dhënë mundësi që ne të fillojmë dhe të mendojmë që të hartojmë plane konkrete në bazën e cilave të orientohet gjithë administrimi i bashkisë së bashku me qytetarët. Pas miratimit të planit përgjithshëm, mendoj që nuk ekzistonte në asnjërin prej të 7 ministrive administrative para reformës territoriale, me filluar me planin social, që ka të bëje me përfshirjen e personave apo grupeve vulnerabël në vendimarrjen përsa i përket interesave apo problemeve që ata kanë. Punët e lirom e që janë gratë të dënua, fëmijët që kanë nevojë për kujdesje sociale e shumë e rrallë. Dhe du të falenderoj programin për zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Ndipin, që e mori parasysh kërkesën tonë për na mbështetur në hartimin e këtij plani social shtetëror dhe është bërë një punë e jashtëzakonshme. Du të falenderoj në veçanti ekspertën e UNDP-së Etleva Bishën, që ka bërë një punë të mirëfillt dhe shumë shkencore dhe produktive për sa i përket menaxhimit të hartimit të këtij plani. Gjithashtu edhe administratën e bashkisë të fillojnë marrën gjithë stafin që është marrë me plan. Gjithashtu sot ka është paraqit plan të Këshillit të Bashkisë edhe menaxhimi i integruar i mbetjeve. Është një plan gjithashtu që ka marrë në konsiderat gjithë aspektin ekonomik të bashkisë, mundësitë
ka marrë taksën për pas vendimit shkit ministrave për pastrimin, ka marrë parasysh gjithë territorin e bashkisë Mirdit, me qëllim që me zbatimin e këtij plani Bashkia Mirdit të jetë ndër bashkitë më të pastra në Shqipëri e jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Gjithashtu sot paraqesim parafshihet edhe rregulloren për vitin e strukturave komunitare që na detyron dhe na imponon që të bashkëpunojmë me qytetarët që të ngrihen strukturat deri në bazë pallatesh për administrimin e pallateve. Do të thonë që është një mangësi që ekziston jo vetëm bashkinë tonë, por në gjitha bashkitë e Shqipërisë. Pra, Bashkia Mirdit, me hartimin e këtyre planeve dhe të tjerave plane që ne po i hartojmë, siç është plani për të ardhur apo plani për menaxhimin e rrezikut, do krijohet e gjithë baza për sa i përket planifikimit që bashkia të drejtohet në nivel tjetër, në nivel të shkencor të administrimit dhe të bashkëpunimit me qytetarët. Ju falenderoj. Faleminderit zoti kryetar. Ne vazhdojmë me shërbimin e miratimin e planit social. Që do fjalë, po, mikrofonin. Përsa i përket draft planit social në vit 2021-2023. Faktikisht unë nuk e di nëse ky material është një material një plan shumë voluminoz, nuk e di nëse është por është një draft plan shumë cilësor. Unë e kam zë për zë dhe absolutisht e vlerësoj edhe unë në mbështetjet asaj që ka kryetari, e vlerësoj edhe unë shumë punën e bërë. Jo vetëm nga ekspertë e jashtëm, por kryesisht e gjitha informacione, gjithë problematika, gjithë çka tjetër shqetësime që ekzistojnë në Bashkinë Mirdit janë marrë nga zyra e sektorit të ndihmës ekonomike ose Agjencia e Shërbimit Social Mirdit. Unë, me thënë drejtën, më ka rastis marrëdhënies në disa takime të tjera me këshilltarë dhe sidomos me këtë OSBE-s dhe janë ndje krenare, me thënë të drejtën, se nga njëherë ka dhe problematika frenuese që nuk mund të janë ndje krenare dhe për një dokument tjetër të rëndësishëm për cilën unë s'kisha informacion se ishte miratu, plani i përgjithshëm vendor, pavarësisht teorikisht ne kemi marrë vesh në shpiratu, por në 61 bashki 37 bashki ndër këto ishte dhe Mirdita që kishte hartuar planin e përgjithshëm vendor. Dhe të hartosh një plan përgjithshëm vendor që është në fakt 15 vjeçar do të thotë shumë për Mirditën. Por do të thotë shumë nëse sigurisht ne gjitha planet e tjera do të rekordojmë me planin e përgjithshëm vendor. Dhe unë mendoj që plani i përgjithshëm social i bashkisë dhe 2-3 dokumenta tjera të rëndësishme që miratojmë sot si Këshilli Bashkie, unë vlerësoj shumë punën e bërë. Tani përsa i përket planit social. Në Bashkinë Mirdit ka një muri problematikash. Dhe analiza që është bën përmes këtij plani social situatës në Mirdit, në të drejtën, unë e pash shqetësuese për shkak se nuk ka ekzistuar në mënyrë të planizuar ose planifikuar një kujdes i shërbimit shoqëror për kategoritë e ndryshme. Pavarësisht prej dispozitave të paktën për një vit sa janë pjesë e Këshillit Bashkisë, edhe sa informacione kam dhe si banore qytetit të shenjtë dhe për shkak të funksioneve që kam bajt, di që prej dispozita kryetarit bashkisë dhe administratës dhe agjencive përkatëse është për ju përgjigj nevojave të kategorive të ndryshme vulnerable, siç janë personat masiv publizum, siç janë gratë e dhunuara, por gratë e dhunume në fond vështrimin tim nuk kanë marrë asnjë lloj mbështetje dhe gratë e divorcume, gratë e dhunume kanë një pagesë shtetin prej 3.000 lekë, e cila është çështërake të drejtën për problematikat dhe për nevojat që ato kanë. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë që në këtë plan, dhe unë ju sugjeroj këshilltarëve, ta shikoni, sigurisht ky plan do të jetë objekt diskutimi në Këshillin e Bashkisë sepse zyra e shërbimit social do sjell programin e buxhetit vjetor, dhe aty ne do diskutojmë, aty do sjell kalendarin e aktiviteteve, dhe detaje janë parashikuar
të gjithë mbullimin e gjithë problematikave që ka bashkia Rëshën, për gjitha kategoritë vulnerabile. Thash, unë nuk kam nevojë me i përsërit, ju e keni parasysh në fëmijët absolutisht të kufizuar, fëmijët me nën presion dhune, sepse kemi parasysh diçka, të gjitha familje që kanë ndihmë ekonomike, sigurisht fëmijët e këtyre familjeve nuk janë në kushte si gjithë fëmijët e tjerë, sepse ndihma ekonomike ju e dini se sa është, pra ata përballen me një lloj vështirësish dhe nga paketa që ka parashikuar plani social për këtë periudhë janë parashikuar të gjitha kategoritë. Jo vjen njerëzisht mirë. Vetëm se unuroj që këto shërbime të realizohen bashkëpunëtor. Sigurisht ka dhe strukturë të mbikëqyrjes dhe të menaxhimit të gjithë shërbimeve që do të bëhen në ditë, ka disa struktura tjera të reja të ngritura, por unë mendoj, nuk e di, unë pash ca detaje tjera punojësi social, sepse do ngrihet struktura në gjithë nivelet administrative. Për mua, nëse merret ai raport ai standard që japin organizmat dhe japin edhe strukturat në institucione shtetërore, nëse është një punojës me 6.000 banor, do të thotë që numri i punojësve social nuk është i mjaftueshëm për të mbyllur problematikat dhe atë rëndësinë që ka punojësi social në institucione administrative. Mua më duk jo shumë shumë. Për sa i përket, tash uroj që mos tjetë ajo na e thëna në të bërë tjetë në mes normalitet. Tani, bashkia, mirë ditë, në bazë të ligjit të vetë qeverisjes vendore, që në 2015 ju e keni parasysh tani të gjithë, në duket mos gabojnë, në 24 jep sa funksione ja ka dhënë me kohë bashkisë, para se sa kartoheshin në plan social. Dhe këto funksione janë e para ngritja e qendrave sociale. Pra, bashkia Mirdite ka pas kompetencë me kohë me ndiku në ngritjen e këtyre qendrave ku mund të merret paraprakisht një shërbim i nevojshëm social ose një shërbim i nevojshëm, a një mbështetje, një asistencë për gjithë të kategoritë që kanë nevojë. Unë deri sot nuk di që është në një qendër, por unë kam parasysh një material që ne kemi punuar, kemi sjellë Këshillin e Bashkisë me barazinë gjinore, mësori që patem dhe patem vjet problematika të grave të numrit dhe të grave të problematika tjera. Dhe ne ja kemi bërë disa propozime konkrete tjetër, dhe unë këtë kërkoj dhe ndoshta e kërkoj dhe nga agjencitë e tjera, komisionet e tjera të Këshillit bëjnë propozime konkrete dhe nuk na sillen përgjigjet. Janë marrë konsiderat, as janë marrë konsiderat. Ne do detyrohemi normalisht në një relacione të herpashershme se sa mund konsiderat. Pra, ne që në mbledhjen që kemi në raportu, kemi bërë analizën atë pyetësorit, ne kemi kërkuar një qendër sociale. Po të jetë një qendër ma shumë multifunksionale, ku të ketë informim, ku të ketë këshillim, ku të ketë informacion për punësimin, ku të ketë rikëprim të kategorive, sidomos për gratë dhe për fëmijë, dhe shpërndimin në natë. Gjithsesi, marrë në mesa dion, në plani social, ju lutem, nëse ju besdisën e lejë, është parashikuar një qendër multifunksionale. Faktikisht problemi më i madh është punimet e financimit, por ju sugjerohet që të ketë fonde nga bashkia, po të ketë fonde nga Ministria për Fatse, Ministria e Çështjeve Sociale, po të ketë fonde dhe nga donator, pra ju duhet, pra agjencisë ju duhet një punë jashtëzakonisht e madhe për të konceptuar dhe projekte, përveç faktit që mund gjeni ca fonde, por për konceptuar dhe projekte tjera për të realizuar në mënyrën më cilësore këtë platformë të planit social të bashkisë. Unë vlerësoj shumë, e kemi vlerësuar si Komisioni i Barazinë Gjinore, është një dokument shumë i rëndësishëm, shumë cilësor, por i them shumë cilësor jo për transparentimi, as zakonisht janë pak kritizere, por për të thënë atë që është, vetëm se ta shuroj që paketa e përcaktuar, është një paketë e plotë, është shumë e madhe që në bashkinë Mirdit janë identifikuar të gjithë personat që kanë nevojë për një formë të shërbimit kujdesit shoqëror. Dhe është përcaktuar dhe numri nëse jeni të interesuar 5.959 persona. Nga këto gjitha kategoritë, nëse s'po e përsërisim. Ama vitin tjetër unë mendoj që Agjencia për Klasë e Shërbimit Social, Zura Juri,
mund mos ketë të njëjtin numër, sepse mund ketë një dalje nga kjo skemë, sidomos personave me ndihmë ekonomike, sa do kanë një afat 5 vjeçar që marrin ndihmë, por ama në përpjekje për t'i orientuar drejt tregut punës, për t'i arsuar dhe nga ana profesionale, ishte pjesë e bashkisë dhe më pëlqeu shumë. Dhe më pëlqeu edhe një diçka tjetër që ishte parashikuar. 5 student, nuk e di, ashtë në çdo vit apo ashtë në gjithë në shtrirje në gjithë planin 3 vjeçar, 5 student që marrin shkollat e larta duhet të punësohen, të bëjnë përpjekje nga bashkia, sigurisht vetë dhe kanë të pamundur se dikush janë më derë, ne jemi dëshmitar të shumë rasteve. 5 student do të me ndryrën e bashkisë do të punësohen në bizneset për klasë aty ku ju afrohet profesioni me tregun e punës. Dhe bashkia do të paguajë për ta, nuk e di, 200 sa një lekë, duket se ishte shumë, por i gjoshëm e mirë. Pra për të filluar punë, për të fituar ato eksperienca dhe për të krijuar një muzikë pastaj me hapin punë tjetër. Ajo që mendoj se është problem për këtë plan social, se ka qenë problemi ka hershëm, është këto strukturat teknike që ju nuk e di sa mbledhje keni në vit, sepse nëse nuk ndërgjegjësohen dhe institucione tjera, nëse policia, nëse arsimi, nëse shëndetësia, se këto i keni, ju teknikisht duhet i mbledhni këto dhe t'i bëni prezent, sigurisht mendoj se është e vështirë, por ju duhet insistoni shumë, sepse dhe në mëngjesat, në shkrimin që bëhet plani social, unë pa fare t'jem prezent, dhe kjo pjesë ka qenë. E kam frikë që në këtë pjesë ju do t'insistoni shumë. Unë nuk do të zgjatem shumë, edhe me këshilltar, unë e la ashtu fillimisht, edhe me këshilltar, por do keni mundësi këshilltar, edhe pjesa tjetër e ftuar që janë të interesuar, do keni mundësi sepse këtu do vinë dokumente, muj pas muj, se tani është faza e hartimit të buxheteve. Muji nëntor dhjetor është buxheti, plani i buxhetit afatmesi me buxheti vjetor, ku këto do vinë me një program përkatës që do vinë me një kalendar aktivitetësh. Unë i falenderoj, nga ana e Komisionit Barazisë Gjinore, i falenderoj për punën e mirë, për punën e jashtëzakonshme, po them unë kam eksperiencë pafund, po kam parë një dokument shumë cilësor, edhe për kontributin, edhe për vullnetin që kanë pas, edhe punonjësit tanë, edhe kryetari i bashkisë, e ato janë ekspert, ato dhe ato i falenderojmë sigurisht, edhe uroj që ky plan të jetë i realizueshëm. Faleminderit. Kush e ka fjalën? Nuk e di, a foli në rënin e relatores, a nuk e di... Kryetari i Komisionit të Qështjeve Barazisë Gjinore dhe Qështjeve Sociale. A foli emër Komisionit një ka, mos të diskutojmë. Mirë, për ne këtë pyesur që të marrë shpjegimin. Ne prezentove si një program shumë dinjitoz e shumë cilësore, shumë e shumë. Pse s'na shumë legi që të lexojmë në tim si që apo apë në ndurë bërë? Keni në adres në e-mailit. Jo. Po. Jo. Është bëshë. Po. Jo. Unë personalisht jo për t'i ke bonën e tjerët me fjalë karë vendimi, projekt vendimi për miratimin e planit menaxhimit të integrimit mbetje, që është me 137 letë. Edhe absolutisht. Jo. Mu jo. Qëse s'barë nuk prishën si punë, për flasë darë në tjetë. Jo, unë jo, prishë, nuk prishë, ma unë nuk mund të gënej dorën një qashë se ti fare, vetëm gjëra dhe fjallë që në mëri është ti fare, është ti... Po besoj është që është që po besoj unë, po unë besoj të lezoj vetën, të shumë në detale si thonë, kashë nuk kam një... Kjo është një plan i harmonizuar dhe i plot, për cilën duhet falenderoj të gjithë ata që janë marrë në hartimin e këtij plani, dhe është shumë mirë që në Këshillin e Bashkisë vjen një plan i tillë që ne merremi me këto grupe të interesit, të grupe shoqërore, të cilat janë në pamundësi dhe janë në vështirësi sociale dhe ekonomike. E rëndësishme është përveç miratimit të planit menaxhimit, është harmonizimi i punës me të gjitha strukturat, sepse ky plan social nuk ka të bëjë vetëm me bashkinë, por ka të bëjë me pothuajse të gjitha strukturat shtetërore, duke filluar nga policia e shtetit, nga shërbimi social, nga zyrat e punës dhe agjencia kombëtare e punësimit, nga shëndetësia, nga arsimi, nga të gjithë strukturat shtetërore. Dhe detyra e zyrës përkatëse të
në bashki është që të harmonizojë të gjitha problematikat me gjitha institucionet në mënyrë që këto problematika që janë në këtë plan menaxhimi të gjejnë zbatim konkret në jetën e përditshme të këtyre grupeve shoqërore. Edhe një herë unë ju falenderoj dhe përgjithsisht e rekomandohet planin e menaxhimit social. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Nuk voton një këshilltar, miratohet. Asnjë përveç se ky plan menaxhimi. Vazhdojmë me pikën e 4 të renditës, projektimi i Kryesisë Këshillit për miratimin e rregullores për ngritjen, funksionimin dhe ndërprerjen e strukturave komunitare të bashkimit. Çfarë fjalë? Po, kryetar i Komisionit, Përshëndetje të gjithëve. Komisioni propozon një shqyrtim model rregullores për këshillin bashkiak. Ka sjellë në këshill një propozim për numrin e lagjeve, në shtyjen e tyre territoriale, në bashkimin e Mirdit. Në një propozim që për 4 qytete, qytetin e Rrëshenit, Rubikut, Repsit dhe Turkmeshit. Për qytetin e Rrëshenit kemi propozu 4 lagje, bloqe, pa? Për qytetin e Rubikut kemi propozu 2 bloqe, një për qytetin e Repsit dhe një për qytetin e Turkmeshit. Shtrimi territoriale dhe numri fshatrave në bashkimin e Mirdit përcaktohet me ligjin numër 139/2015. Bashkia e Mirdit ka 81 fshatra. Njësia administrative Rrëshen ka 14 fshatra. Njësia administrative Rubik 12 fshatra. Njësia administrative Selit ka 8 fshatra, Njësia administrative Këthejër ka 9 fshatra, Njësia administrative Fam ka 17 fshatra, Njësia administrative Rosh ka 14 fshatra dhe Njësia administrative Kaçinar ka 7 fshatra. Për propozim kemi sjellë vetëm bloqe të qytetit. po, kush e të fjallë? Po, Lusha. Kërësisht nga kryetari i komisionit, le të diskutuam në komision për këto ndarje bloqesh dhe unë do t'i propozoj edhe administratës një përshishtë dhe këshillit që këto bloqe mos në ngellin levë, po të bënë sa më funksionar, zhjusur për estimit shkurtor, dhe këto të zgjedhur në bloqe të jenë me një pagesë minimale sa një kryetar fshati. Mund të themi që kemi fshatra me 5 familje dhe tjetë sa më funksional, një përfaqësues i blokut të Rrëshenit, 4 bloqe të tjetë me pagesë. Në gjitha pallatet kemi administrator pallatësh që janë vullnetarë dhe kështu do ngjelin, por që kemi përfaqësues bloku real dhe funksional, do të ketë një pagë minimale, simbolike, vendosur nga këshilli dhe administrator. Kështu që duhet nxjerrë pastaj edhe këshilltar si një e drejtë dhe një kompetencë që ka këshilli të vazhdojmë se jemi në fund të vitit 2020 të vazhdojmë me dëgjesat publike pastaj në to bloqe, pasi administrata i bën këto dëgjesa publike, por faktikisht kompetencë dhe detyrë dhe drejtë është që këshilli, një grup këshilltarësh 3 veta, 5 veta, marrë iniciativë të bashkëpunojmë të nxjisë një lidhje
dhe të krijojmë dëgjesa publike për nevojat që ka i komunitet. Ti paraqisim këshill, ti dëgjojmë, ti marrim ato mendime atje në teren dhe ti sillim këtu këshill për mendime. Faleminderit. Faleminderit. Për rendin e ditës, po, Flora Jush. Duke falenderu Këshillin për seriozitetin për ndarjen territoriale, mendoj që njësia administrative Rubik pikërisht qyteti të jetë në 3 bloqe, sepse është e pamundur në 2 bloqe, duke fut edhe paraspurin për gjokt me njërin blok dhe duke fut për lalat ke bloku tjetër. Pra jam shumë okej edhe me mbështesin nisëm, po t'jenë 3 grupe. Janë 3 lagje. Jo, pa fshatrat. Fshatrat i kanë, janë të ndamë. Njësi administrative kemi... Jo, nuk e kap, e kap qyteti. Parasporin, bulqizën, për lalat, për gjok, edhe... Okej, zotëri, po unë mendoj që kur bëhen propozimet tilla duhet bëhet një konsultim përpara me urbanistikën, sigurisht me drejtorinë e urbanistikës dhe ndarje territoriale, sepse njësia administrative Rubik pra në logjika që në bashkim. Dhe ka 3 lagje funksionale dhe me të 3-a janë funksionale me numër popullsie të konsiderueshëm. Me 1000 banor ka lagja vjetër. Dhe nëse ka 1000 banor, bëhet fjalë që duhet ketë administratorin vete. Megjithëse Flora, këtu njërë parimi është 2000 banor e lartë bloku. Edhe nërshën kanë qenë 5 bloqe, 6 bloqe dhe është bërë me 4 sepse nuk përmbush kriterin e numrit të banorëve. Atëherë unë thash, megjithatë unë i propozoj Këshillit para se sa që kjo të rishikohet për një takim tjetër nëse i plotëson kriteret për të qenë me 3 bloqe. Ndërsa sot nuk mund të bëjmë ndryshim të në Këshill pa pas një studim të mirëfillt dhe të argumentuar, sepse çdo gjë në këtë rregullore është e argumentuar me grup të posaçëm. Unë mbështes propozimin, po me një propozim të ri që të rishikohet ndarja sipas numrit të pozitive. Faleminderit. Duhet pari të falenderoj projektin Bashkitë Forta dhe administratorin e saj, zotin Heburan Koka, për ndihmën që na ka dhënë dhe sot Këshilli kompletohet me të gjitha rregulloret për të mirë funksionuar në mënyrë ligjore dhe në mënyrë adekuate që çdo problem është i parashikuar në secilën rregullore, që nga rregulloria e funksionimit të Këshillit, rregulloria e etikës, rregulloria që po miratojmë sot, rregulloria e peticioneve, pra Këshilli është i pajisur sot dhe funksionon në bazën e të gjitha rregulloreve që rregullojnë funksionimin dhe mirë funksionimin e Këshillit Bashkiak. Kështu që unë jam shumë i kënaqur që nga sot e tutje e Këshillit do të funksionojnë një bazë të 4 rregulloreve që ne si Këshill i kemi miratuar, cilat janë një dokument shumë i rëndësishëm për gjithë secilin. Detyra imja e kryesisë e kryetarëve dhe çdo këshilltari është që s'pari këto rregullore ti zbatojmë ne, ti jemi shumë të përpik në zbatimin e këtyre rregulloreve. Faleminderit. Kush është dakord me projektin? Una, s'ka, abstenim nuk ka, mirator. Atëherë kemi projekt vendimin për miratimin në anëtarëve të komisioneve të përhershme të Këshillit Bashkisë në zbatim të rregullores së Këshillit të mirator kohë më përpara. Kemi bërë edhe ndryshime. Këshilli funksionon mbi bazën e 9 komisioneve të përhershme, ku një nga komisionet është me 7 dhe gjithë komisionet e tjera me nga 5 anëtarë. Unë propozoj që një ndryshim, megjithëse këtë e kam bërë vetë, duke u konsultuar, pranohen edhe ndryshimet, të Komisioni Teknologjisë dhe Informacionit në vend të Erald Kolin Morkut, si kryetar të jetë Nue Fran Halili. Për arsye se është student dhe nuk është ka probleme që edhe sot nuk është tonë
ndërje dhe duhet të jetë një këshilltar që është më i lirë dhe i ka gjitha mundësi për ta kryer. Ka kusht në ish? Atëherë kush është dakord? Puna s'ka, abstenim s'ka, miratorit. Kemi një projekt të din përdorim fond në rezervë, po për 2000 kujtimi donoj. Kush është dakord? Puna s'ka, miratohet. Është një projekt vendim për miratimin e rekonstruksionit dhe zërimin e rrugës kombësore në rruga automobilistike që fillon nga aksi kryesor i rrugës fshatare Reja Lec deri në vendin e quajtur Qafë Kingjel, fshati Reja Lec. Ka kushte? Po. Sigurisht unë jam krejt dakord dhe asnjëherë nuk kam qenë pengesë për miratimin në Këshillin e Bashkisë të investimeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me rrugë, me ura e tjera me radhë. Në fakt, në listën që kemi miratuar ne të objekteve edhe të investimeve për vitin 2020, tjetër, thash nuk jam kundra kësaj rruge, por ka dhe ca kritere. Nëse kjo rrugë ka prit deri më sot, ne kemi unë e kam bën vazhdimisht objekt diskutimi në Këshillin, nuk e di pse nuk merret në konsiderat. Ne kemi një problem shumë të madh rreth 30 familje në pallatin e fundit para fabrikat. Edhe sot sa ka marrë, kam lënë punëtorët me lopata me pas, me ka shumë drejtori i sjellësit, për të zhbllokuar ato busetat që bllokohen për shkak se aty është rrjeti i vjetër i kanalizimeve. E kemi në listën e objekteve për investim, e kemi në listën e investimeve për vitin 2020. Nuk e di, se nëse është një rrugë që ka prit deri më sot dhe presja, ajo është një problem shumë e legjera. Një propozoj Këshillit. Po. Është miratuar objekti që gjeni dhe kemi biseduar me kryetarin e bashkisë. Kemi miratuar 1 milion lekë për tani, mos t'i ngatrojmë gjërat. Kjo është do të bëhen nga komuniteti dhe më nga nuk bëhet me fondet e bashkisë. Nëse, bëhet e s'bëhet me fondet, nuk bëhet edhe diçka tjetër me këto fonde. Pra, nuk jam kundra rrugës ashtu tjetër. Por, në letra është, por asnjë gjë konkretisht. Deri më sot ato janë, jo, nuk është interesi im personal. Ato janë në çdo javë, domethënë plasin ujrat e zeza dhe janë në një nuk e di, një infekcion i papanë, domethënë në pjesën e sipërme të pallatit. Kështu që nuk është normale, erdhi funi i vitit, nuk e di kur do marrë. Edhe drejtori i sjellësit e di problemin, e di shqetësimin, se kush e di sa herë i kanë shkuar dhe familjar, dhe nuk është serioze, unë nuk e quaj serioze që smerret si investim emergjent. Faleminderit. Investimi është i miratuar nga Këshilli i Bashkisë. Dhe është komunikuar me kryetarin e bashkisë për të realizuar. Unë jam plotësisht dakord me projektin që ka jo që jam kundra shqiptarës që ngriti problemin se vërtet problemet të shqiptuar dhe ato e kena kaluar si. Ashtu po unë du të bëj një problem tjetër që besoj e keni pak të qyteti është uji kishën që ka shpërduj pak nga 2 muaj tu ke pallati i kulturës dhe nuk merret. Aty deri tu e vëllai me presion. Gjithë besoj e kena pas e kena kaluar. Duhet bëhet diçka që është brad parë që një pra unë, po dhe në duhet të nuk ka qenë një gjakush. Me që s'është produku, po me që për përveç të asaj, ka që mund të theme dhe në të ndëllin të. Atëherë, kush ka një problem tjetër, kush është ta për projekt vendimin? Miratohet? Përshëndetje gjithë besoj të gjonë. Përshëndetje gjithëve, unë quajmë të Ida Shej, bashkë me kolegun tim Alfred Dako, një pjesë e kompanisë Ekodestruktiv që kemi punuar në kuadër të projektit Bashkitë e Forta, bashkë me Bashkimin Mirdit për miratimin për hartimin e planit lokal të menaxhimit të mbetjeve për bashkimin. Procesi ka filluar edhe në vitin e kaluar, ne më pas bashkëpunimit
Dhe më pas, procesi ka vjuar me hartimin e objektivave të planit, me skenarët dhe më pas me kostimin e tyre dhe planifikimin e të ardhurave për një hapa të kovorë të veçanë që ka hapa dhe plan. Pjesa, unë të kaluja tek pjesa e vlerësimit të përcaktimit të objektivave, do të themi që hartimi i planit së pari njërë është një detyrim ligjor, i cili kërkohet nga ligji për menaxhimin e integruar të mbetjeve për të gjitha bashkitë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu është një detyrim ligjor që kërkohet edhe nga strategjia kombëtare e menaxhimit të mbetjeve dhe plani kombëtar i mbetjeve i cili është paraqituar në maj të vitit 2020 për këtë viti. Gjithashtu është edhe hartimi i planit është bërë konform këtyre legjislacioni dhe unë ndalem pas hapi që të specifikoj kush janë këto elemente të cilat janë marrë në konsiderat gjatë hartimit të planit. Gjithashtu është për të theksuar që objektivat e planit janë hartuar duke bazuar në vlerësimin e shërbimit të ofrimit nga Bashkia e Menaxhimit të Mbetjeve sipas indikatorëve të performancës, ku kemi postojnë cilësia e shërbimit, pastërtia e bashkisë, gatishmëria për të adresuar ankesat, shkalla e grumbullimit të diferencuar, trajtimi i mbetjeve sipas normave mjedisore, pjesa e mbullimit të kostos, niveli i grumbullimit të të ardhrave, transparenca në fakturimin me qytetarët, si dhe aspekte që kanë të bëjnë me instruksionin, pra le të themi kuadrin ligjor në cili është në fuqi që i shkon për shtat organizimit të shërbimit, që një aktorë dhe planë dhe në fazë kontrolloria, është pjesa e monitorimit të shërbimit, që është një sistem që duhet instalohet në bashki, si dhe pjesa e trajnimit të stafit. Bazuar në këto elemente kemi përcaktuar objektivat, ku si fillim bashkia ka pasur si prioritet shtrihjen e shërbimit në territore aty ku aktualisht nuk ofrohet dhe përmirësimin aty ku ofrohet. Pra jemi një shërbim i cili ofrohet aktualisht me shërbim privat në Rubik dhe Rëshen, kontratë e cila përfundon në 2022 dhe më pas bashkia kërkon që ta ofrojë vetë shërbimin. Dhe gjithë ideja është që konsolidimin e shërbimit në këto dy njësi ku aktualisht ofrohet shërbimi, në fund Rosh ku bashkia ofron vetë si dhe në një pjesë të kthellës konsolidimin e atij shërbimi aty duke përmirësuar infrastrukturën, si dhe më pas shtrihen e shërbimit në dy zona të reja, në Nisë të Re, Qërselita dhe Kaçanari. Gjithashtu dhe e rëndësishme është që skenarët të cilët neve kemi propozuar për ofrimin e shërbimit janë bazuar në kërkesat ligjore të strategjisë kombëtare janë bazuar në kriteret që përcakton strategjia kombëtare e mbetjeve, ku kërkon që të gjitha bashkitë e territorit të Republikës së Shqipërisë të ofrojnë shërbimin e menaxhimit të mbetjeve sipas standardit minimal. Për herë të parë koncepti standardit minimal është prezantuar në ligjin e qeverisë vendore të vitit 2015, ku të gjitha bashkitë, të cilat ofrojnë shërbime publike, pra të çfarë do lloji, jo vetëm të rastit të menaxhimit të mbetjeve, duhet të ofrojnë këto shërbime sipas standardit minimal. Tani, një anë është të themi që ta ofrojnë shërbime sipas standardit minimal dhe një anë është po si ta dimë për standardin minimal. Dhe strategjia e këtij që është miratuar ka përcaktuar 4 pikat kryesore ku duhet të bazohen bashkitë për ofrimin e standardit minimal të shërbimit. Dhe e para është bashkitë duhet të ofrojnë shërbimin në 100% të territorit urban, pra le të themi Rubik Rëshen, rast konkret, 90% në zonat rurale, duhet të dërgojnë mbetjet në një impiant të kontrolluar që tashmë kemi një landfill, i cili ndodhet të dalin nga Rësheni, si dhe objektivi 4 është që bashkitë të fillojnë të aplikojnë skema për ndarje në burim. Këto janë 4 elemente që përcaktohen në strategji për standardin minimal që bashkitë duhet të ofrojnë. E para një bashkitë të sigurojnë këto 3 të para, pastaj ndarja në burim është një sfidë tjetër që bashkitë i pret. Dhe për këtë arsye, neve kemi ndarë 2 skenarë. Skenari i parë është ku shtrihen e shërbimit në të gjithë territorin e bashkisë, ku kemi ndarë në zona, Rubik, Rëshen, Kthell dhe zonat rurale Fanë dhe Kthell Selit, si dhe një element tjetër dhe një zonë tjetër e veçantë që ka qenë një kërkesë e veçantë e bashkisë, është që ofrimin e shërbimit në zonat rurale me qendër fshatit. Gjithë ideja është që bashkia ka kërkuar që për zonat shumë të thella të ofrohet shërbimi kryesisht një herë në muaj për grumbullimin e këtyre mbetjeve qeq dhe plastikë, praktikisht mbetjet organike konsumohen nga vetë banorët, dhe bashkia me 1.5 deri në 3 tonë të shkojnë të grumbullojë këto mbetje një herë në muaj dhe të largojnë në qendrat e fshatit që ndodhen në këto njësi e tjera. Këto janë zona shumë të thella, të cilat praktikisht nuk janë shumë mirë të aksesueshme nga mjetet e mëdha dhe përse është propozuar mjeti 1.5 tonë. Tani çfarë kemi bërë neve? Për secilën nga këto skenar, për skenarin e parë ne kemi bërë llogaritë duke përdorur
VKM 319/2018, që është një kriter tjetër ligjor që bashkia duhet të përdori për të hartuar kostot e shërbimit, në të kundërt kërkeshoja kalam pastaj tek gjova të saj. Dhe për këtë arsye ky sistem llogarit totalin e vendeve që përdoren dhe sistemizon mjetet, numrin e kontenerëve që duhet të përdoren dhe frekuencën. Të njëjtën gjë kemi bërë edhe për zonat shumë rurale, ku praktikisht kemi thënë që në zonat rurale se rrit kthell, pikën fundore do ta ketë në përlagshëm, ka do jetë aty ku do grumbullohen mbetjet. Në rreshën kthell do jetë vetë vëzdimi në Gzhiq, pra do shkojë direkt, sepse është shumë afër, nuk ka nevojë të ketë diçka. Fan Orosh në fshatin Plos, në Orosh në qytetin e Resit, në Kaçinar do shkojë drejt për drejt të vetë pozitiv, dhe në Rubik po ashtu pra zonat e tilla të Rubikut, jo në qytet, do shkojë drejt për drejt në Rubik. Gjithashtu, ndërsa skenari tjetër që neve kemi propozuar ka qenë që të fillohet potencialisht bashkëpunimi të mund ta aplikojë ndoshta në vitin e 5, duke parë dhe mundësitë e saj, duke parë edhe nëse ka kompani të cilat janë të gatshme për të kumbulluar nivelin e rifitueshme, për të filluar ndaj në burim në Rreshën dhe Rubik, duke qenë që janë dhe dy qytete që kanë potencial për gjenerimin e këtyre mbetjeve se sa zonat e tilla. Më pas nuk kanë parashikuar dhe një kalendar për ofrimin e shërbimit në të gjitha zonat, për buktimi dhe kalendari hipotetik, si dhe në zonat rurale, ku të paktën një herë në muaj dhe një ditë të javës, të shkojë mjeti në këto zona. Pra po ta shikoni, këtu është një javë e tërë, dhe kemi propozuar që në ditën ndryshme të ofrojë shërbimin të mos pasur për klasë, pra për sigurimin e një mjeti le temi, i cili të mund të ofrojë shërbimin kemi sa më e tërë. Ndërkohë, në planin e parashikuar dhe hartat dhe lëvizjet e rrugtimit Letfield Rubik, për shembull rasti i parë, turni i parë dhe turni i dytë, në varësi të njëjtit që bashkia vendos të përdorë, nëse do të ketë 5 tonë, rekomandojmë të bëhet në 2 turne, sepse është territori i madh dhe nuk mund të mbledhen ka flerini mjedi nuk i mbledh dot të gjithë. Nëse do të bëhet me një mjet 10 tonë, mund ta bëjmë me një turn. E njëjta gjë më pas ndodh në zonën Rreshën kthell dhe më pas në Letfield, dhe Rreshën vetëm qyteti dhe më pas në Letfield, duke qenë që Rreshëni ka një hapësirë më të madhe, ka më shumë kontener. Më pas kemi pjesën e Fan Oroshit, të cilat janë dy zona rurale, të cilat janë njëra pas tjetrës dhe mund të zhvillohen një ditë. Dhe më pas është kthell Selit, që është praktikisht zonë pak më e thellë, që bashkia kërkon ta ushtrojë shërbimin për herë të parë. Ndërkohë, bashkia ka punuar edhe për hartat specifike për zonat rurale shumë të thella, të cilat janë me qendër fshati, dhe janë të parashikuara të gjatë. Janë të gjithë hartat që bashkia ka punuar dhe kemi diskutuar së bashku, dhe në fund fare për secilin nga këto skenare kemi përcaktuar dhe kostot, e cila është një diskutim dhe temi për bazik për miratimin e planit në Këshill, sepse do të japë mundësinë bashkisë që të ketë një buxhet më të madh për të ofruar një shërbim akoma më të mirë. Atëherë, kemi llogaritur disa kosto duke marrë në konsiderat disa skenar hipotetikisht, në mënyrë të tillë për të kuptuar se sa do t'i kushtoj bashkisë nëse ajo do të ofrojë shërbimin duke zbatuar skenar të ndryshëm. Kosto e skenarit të parë, ku është skenari bazë dhe temi që në shtrëngë shërbimin në Rubik, Rreshën dhe në të gjitha njësitë administrative pas zonat rurale shumë të thella, për arsye sepse nuk kemi mundësi të vendosim që ta ofrojmë shërbimin vetëm në këtë fazë. Nëse shërbimi do të ofrohet vetëm në këtë fazë, kostot operacionale vetëm të sistemit të menaxhimit të mbetjeve është 19.6 milion, duke përfshirë dhe kosto me fshirjes së rrugëve, e cila është një shërbim që ofron bashkia pjesë e shërbimit të pastrimit. Kostat do shkojnë diku te 32 milion. Dhe nga kostot ne kemi bërë një krahasim me koston aktuale. Ndërkohë, nëse bashkia do të kërkojë që ta ofrojë shërbimin edhe në rajonet rurale, kësaj 19 milion që është shërbimi i mbetjeve do të shtohet dhe 1.8 milion që është kosto le temi transporti për të shkuar dhe për të ofruar shërbimin në këto zona shumë të thella, dhe duke përfshirë dhe koston e fshirjes të lartë kemi një kosto për 4 milion. Nga 26 është aktualisht, se do ta shikojmë me krahasim. Ndërkohë, në qoftë se ne do të kalojmë tek skenari i dytë, pra që përveç faktit që ne të ofrojmë shërbimin në të gjithë territorin, duam që të kemi dhe ndarje në burim. Atëherë kosto e shërbimit do shkojë diku tek 35.7 milion. Në qoftë se neve këtij shërbimi, pra duam ta kemi të plotë, të kemi të ndarë në burim dhe shtrirë shërbimit dhe zonat të thella, në total do të kemi një kosto për 37.3 milion. Pra nëse bashkia do të vendosë që ti plotësoj gjitha këto skenarë, kosto e shërbimit do të ishte 37.3 milion. Ndërkohë, një krahasim që kemi bërë në lidhje me kostot. Këtu kemi skenarin aktual ku jemi aktualisht. Aktualisht kosto e shërbimit është 28 milion, por këtu përfshihen edhe rrjedhjuesi e kanalizimeve. Ne kemi dashur ta heqim këtë sepse është shërbim tjetër publik, nuk i takon pjesës
menaxhimit të mbetjeve të ngurta dhe mbetjet të lëndra, është diku te 20.6 milion lekë. Dhe nëse kalojmë në skenarin e parë, pa zonat rurale, kosto e rritet me mos gaboj, se nuk duket mirë, me 36%. Pra, duhet të shkojmë 11.6 milion lekë, në mënyrë të tillë që të kemi shtrirë në shërbimin e gjithë territorit pa zonat shumë të thella. Dhe nëse duam të shkojmë tek skenari i dytë, akoma pa zonat e thella, kemi një kosto e cila rritet me 73% nga kostoja aktuale, jo nga skenari i parë. Të kostën përrestor? Ja. Në shpikojmë, pastaj kuriziona për kurizit njërë në këmi. Nëse duam që të kemi dhe zonat shumë rurale, pra ne duam të kalojmë nga skenari aktual që jemi në skenarin e parë dhe kostot rurale, kostot rritet me 39%. Nëse të kalojmë tek skenari i dytë më i mirë të mundshëm, pra që të përcojmë të gjitha kriteret e strategjisë, rritet me 31%. Tani, ajo që neve duhet kuptojmë është që miratimi plan nuk do të thotë që juve duhet miratoni që kostot shkojnë 20.000, jo. Ajo çfarë është plani në thelb për shiu të miratoni që ky plan bëhet definitivisht, që bashkia të ketë mundësi që t'i shikojë këtë skenar si pjesë ligjore dhe t'i aplikojë në përditshmërinë e saj. Në fund nuk e bën dot, sepse nuk ka një dokument ligjor. Për sa i takon pjesës së kostove, pra ne jemi në skenarin e parë ku jemi sot 20.6 milion lekë, dhe që të shkojnë në skenarin e parë le të themi, pa marrë zonat rurale, 32. Tani do thoni kjo është kosto, sigurisht. A duam të shkrim shërbimin? A duam të përmirësojmë? Në marrë që ka kosto, në të kundër, është e pamundur që neve me kaq të kemi këto për shërbimi, sepse territori është shumë i madh dhe kjo është kosto transporti në thelb dhe mirëmbajtja e mjetit, nuk është se është kosto ne do ta kushtojmë shumë për punonjës, sepse punonjësit janë ata dhe nuk është do marrin kërk. Mirëmbajtja e mjetit 12 milion lekë të jetë? Po pra po shkrim për këtë territor pa pra. Dëshmoj do vjesh. Kjo është kosto vjetore e shërbimit. Vjetore, vjetore. Po a jeni 28 sot më zotri? Do shkosh 32. A do të shërbim? Ta vazhdojmë. Tani, po pritse, ne jemi deri te kosto, tani po do të flasim për një element tjetër, se nuk do më demi vetëm te kosto, sepse ju thash shumë mirë, ku të paguaj? Apo jo? Prit. Tani. Duke qenë që shërbimi është publik. Në qoftë se ti si qytetar nuk e paguar këmbë. Ky është koncept. Në Shqipëri të ndodh sepse Shqipëria kështu është e gatuar dhe kështu do jetë bërë të për një gjatë kohë. Por sa po sistemi është miks dhe nuk është individual. Se po të jetë individual se drita, Okej. Tani, çfarë kemi bërë neve për pjesën e tarifave? Duke marrë nivelin e tarifave aktuale që ka qyteti, jo vetëm qyteti, por gjithë njësitë administrative të bashkisë, kemi hipotetizuar sikur të gjitha familjet e paguajnë tarifën. Dhe kemi thirrë që nëse të gjitha familjet do të paguajnë tarifën, kosto e shërbimit do të ulojë nga 14.8%. Vetëm nga familjet, se këtë kemi përpasur për biznesin e madh dhe për biznesin e vogël. Dhe çfarë kemi bërë? Kemi bërë që kemi marrë këtë diferencë të kostos që rritet nga kosto aktuale e kemi përkthyer në rritje tarife dhe kemi thënë që në qoftë se neve duam të shkrim shërbimin për skenarin e parë, jo për skenarin e dytë, pra kemi bërë një llogari për skenarin e parë, sepse skenari i dytë është shumë ambicioz dhe realisht është e vështirë për bashkisë në këtë moment që ta përqafojnë këtë lloj skenari. Flasim për skenarin e parë për shpirë shërbimi dhe potencialisht ndoshta edhe në zonat rurale, por kemi konsideruar zonat rurale si diçka ekstra dhe jemi fokusuar tek skenari i parë. Dhe kemi thënë, nëse tarifa nga 1.000 lekë të reja që është për shembull BIP, duhet të shkojë në 2.000 lekë në mënyrë të tillë që të mbulohet kjo diferencë kostoje. Ne do të kemi bërë për biznes, por përveç këtij fakti që kemi thënë që duhet shkojnë nga 1.000 në 2.000 pra të rritet pothuajse gati edhe një herë pajsazh, kemi bërë një lloj planifikimi gjatë 5 vjeçarit se sa mund të arrisim tarifën gradualisht në mënyrë të tillë që qytetari mos të themi që tani që vitin tjetër që ta kesh direkt 2.000 lekë, ka 1.000 lekë, është e pamundur. Ata që nuk i paguajnë fare, nuk kanë të paguajnë fare. Kështu që të paktën janë mundësi. Atëherë, kemi planifikuar që në vitin 2020 kemi aktualisht dhe 2021 tarifa të mos ndryshojnë. Më pas në 2022 të shkojnë 1.200, pra të arrisim me 200, më pas të shkojnë 1.500, 1.700 deri në fund të 5 vjeçarit të shkojnë 2.000. Mbase nuk shkojnë 2.000, po të paktën kemi një tendencë për të arritur tarifën në mënyrë të tillë që të rrisim nivelin e të ardhurave. Sepse në fund fare, e gjithë kjo gjë është të ardhurat duhet të mbulojnë 100% kostot e shërbimit, pra mos ta mbulojë buxheti i shtetit apo kurrizi i një shërbimi tjetër që e bashkia ja 100
përshtypja në këtij se ky është vërtet. Kuptohet që jemi në një territor i cili edhe fuqinë paguese e ka të ulur, por të paktën të kemi një lloj tendence që edhe komuniteti të ndërgjegjësohet kundrejt kësaj gjëje. Dhe gjithashtu kemi propagarit e nivelli grumbullimit të ardhrave, pra nga 56% që është sot, do shkoj gati po themi 100%, flasim për zonën e Rubikut, se kemi bërë për çdo zonë këtë pjesë të llogaritje, dhe potencialisht nëse në Rubik neve do të arrijmë që të grumbullojmë ose do të rrisim këtë tarifë, Rubiku do të puloj rreth 32% të kostës së shërbimit nga familjet. Dhe me radhë kemi bërë pastaj për të gjitha njësitë e tjera, si dhe të njëjtën gjë kemi bërë edhe për bizneset. Ndërkohë në fund fare kemi bërë dhe një tabelë përmbledhëse, e cila përmbledh le kemi nivelin performancën e grumbullimit të tarifës, dhe në qoftë se neve do të ndjekim të politikën e arritjes së tarifës graduale, mund të themi që në fund të 5 vjeçarit nivelli grumbullimit të tarifës do ta mbulojë kostën deri në 52%. Në qoftë se ne do të jemi akoma më shumë ambicioz dhe do të arrisim nivelin e grumbullimit të ardhrave, si kuptohet, ne mund të themi aty që e bëm tarifën 2000, por nivelin e grumbullimit të ardhrave kemi lënë 20%, vitin tjetër 25, pastaj 30, pastaj 35. Pra gradualisht nuk kemi një lloj ambicie 100% që në mënyrë të përcaktuar tani po çfarë ndodh. Gjithashtu në plan janë parashikuar edhe hapa për ndërgjegjësimin e komunitetit, si dhe plan monitorim të shërbimit. Okej, faleminderit. Unë pak sekretari komisionit që i shërbimeve publike i kena parë si material, në të ndërën që ishte një material i bollshëm, 137 faqe, që na do t'i që na erë ne ishte e vështirë për të shkrim. E sidomos ne më fëmë të kosti. Nuk jam fëtë për kostet, po unë po flasë në ana përgjithshme. Kjo është një risi e mirë për bashkim tonë dhe për gjitha bashkim tjerë që bëhet një plan strategjik. Sepse si që ta dhe zonja, është të mbështetur në planin strategjik që ka plan strategjik për menaxhimin e mbetjeve edhe kombëtar, edhe nivelqarku, edhe poshtrir, edhe lokal e përbashkimit. Kjo është që ka të shrujnë. Po që kërkon marrë? Vratë para të kërkoshëm atë për mirësimin e infrastrukturës të këtyre që kena. Sepse në përgjithësi qytetin Rëshen Rubik dhe Reps, sidomos Rëshen Rubik, grumullimi vetorinave bëhet, menaxhohet mirë, kena një rëndëfillë atje, që është më të përmund të është që vetë grumullimi vetorinave, se edhe rëndëfillë, se rëndëfillë ka kërkesa dhe tjera që tjetë rëndëfillë i mërfillë, po të reqa vetorinave bëhet. Unë të këm parë që du të ngrihet një grup në strukturat e veçanta nga bashkia për të bërë edhe sensibilizimin e komitetit, si që ishte për shembull ndarja që në burin e të mbetjeve. Këtë ishte një gjë mirë. Burin mirë për të bëmë mirë prapë. Pikërisht. Unë do kisha përdajnë metorin që në diskutova dhe ditë në komision, njëri, përdajnë burim, Sa ku përje parë, sa do t'investosh në koshe. përdajnë burimun e kisha, kjo është në minimum. Në fakt, e kena më të letë që të botë në zonët rurale, në fshatra, sepse ishte fshatar, radhë pare në do të vetëm. Pakën plastike, qeqin, dhe gjërat ashtë a i ndanë kredit me letë dhe i herë një javët i nëzirë në vendin e grumullimit në rruga ku do t'i qërë. është shumë më letë fshatë. Se dhe vetë fshatari nuk do të ndofi ambjenin e vetë. I është ma mërmenje se çdo fshatar është i bezgrizur nga qeset plastike, nga shishet plastike, nga shishet e qeqit, si ka ndotur tokat e vetën në parë. Ato besoj me bëjnë sensibilizim me strukturat e bashkisë dhe me këshilltarët, kjo gjë mund të rritë dalë në burim më lehtë dhe më mirë për fshatë. Këtu për shembull nuk është pretë, sidomos tek ne në kena nuk mund të quaj pikë turistike, apo edhe shtatë turistikë si qera katonin e tjetër, botë të liqe, por kena dhe ca pikë si pikë kurative e kryejbarë. Kryejbarë është problem për tërë mjekëve, sepse i thonë qeshor, kari, kusht, edhe profesoratorit, ato të portën mujë mund ketë deri 1000 veta. 1000 veta në mujë.
imagjinoni një veta, se sa mbetërina lirin atje, dhe nuk është marrë fare parasysh. Mbetërina që bën atje për 3-4 muaj, nuk i bën zonat rurale për një vit i qitë. Kështu që bashkia, bashkia, kam edhe struktura posaçe bashkisë, duhet ta marrë në konsideratë dhe ta fusim faktin sepse është një problem për të. Do të thashë fillim, kjo është një risi për bashkinë tonë. Shoqyrë që ka edhe bashkia që ka një dokument ligjor që është bazuar në ligjet gjithë dhe ka mbështetjen ligjore për të nisur nga koste e pastaj nuk mund të futi ligjose në tonë dhe edhe me shpiku mirë Gjesë në mërmenja se mund të shpikoj, po pa kosta këtë nuk bëmë. Po ajo që ta mirë për shumë du të rishikoa, se të djesh makinën një prit dakord dhe kushtëri makina 7 miliona, 7 miliona sa kushtë. Po 12 miliona për ta mërë mirë majtër makinën duke të qa kostë të bëhe. Të du të rishikoa në sajtë. Po shkojnë që të rrugë e të. Ato kostët aty kanë ato parashikimit si standardeve ligjore, që me shtu si ma standardeve makina do bëhë kualitimi fix. Mrapa në realitet, duke e vunës batim si të ti do të zirësh kostët e reale. Të janë kostët planifikume si ma standardeve që... Pikërisht pra, unë duke qenë precisht të këtë punë që është të takë është njërësi, që e ka bashkia jo në dorë të ashtë dhe mund punojë për të, dhe mund përmirësot të gjithë rrugës të ashtu si që ta dhe Korani, që bitë do të falenderoj për këto bashkit të forta që kanë pasë mbështetjet kryesore nga Korani për gjitha që kena bërë në këtu në kështiu, që është diçka e mirë, edhe dhe ju uroj suksese bashkisë dhe gjithë me këtë që kanë sjellë si material. Dhe nuk kam mendimin që të kalojë si material, sepse mos nisim një vërtet nga kosta, se kjo do të përmirësohet vazhdimisht gjatë rrugës. Nuk e parë që do bëjmë, dhe për ta rritë pasërë për saktuar dhe kotët e pisës. Unë të falenderoj dhe për në gjithë të bashkisë që kanë punuar për të punë dhe dhe uroj sukses. Unë ju falenderoj për punë që kanë bërë të është një studim voluminës, por në dini personale të tillë se Mirdita dhe kryesit dy qytetet përshikë dhe si se të dajtë qytet, sa për neshë pjesë tjetër, nuk shtuën grupa pas të ti, nuk shtuën asë qytet, ne jemi për të lërdu, jemi për të marrë eksperiencë. Por, e mendoj se nuk i keni në luks ne që shkojë kosta e qytetarit për plerët, të shkojë në atë nivel që është krejtësisht e pa përballueshme për mendimin tim. Duhet studiu, kjo mund të jetë një studim i një niveli zviterian, ose një niveli një bashkie shumë të avancuar. Po jo të bashkisë Mirdit, mendoj që duhesh parë dhe niveli i të ardhurave për frym. Shkojë 400 milion eksaktësisht, bashkë Mirdita s'ka ma shumë se 15.000 banorë që banojnë Mirdit. Nëse kjo kosto është mujore, këtu i takon që të paguje çdo banor 14.000 lekë në muaj. Nëse me 10 vetë, pra është një shifër, e mendoj që kjo është një studim që i përket një të ardhmje shumë. Dakor, vjetor, po në vjetor nuk është pak. Për një familje me 10 familjarë, thonë 400.000 lekë. Pra, aji që është me përgraje, se zagonisht të që janë edhe me shumë familjarë, janë përgraje, gjithë përgraje e shko për plera. Mendoj unë se është pak i parakosh. Jo, është 20.000, sa ishë ka i ka 20.000 lekë për familje? Ka vjetë në 20, po jo për të gjitha 20. Po të shi... 20.000 lekë e vjetër për familje. Dohet me shpikuar që jo i njerë, po Jo, 400 milionat e shumë, unë i referova shumës totale 400 milion. 400 milion shuma totale e këti investimit është 400 milion. Dhe nëse themi nëse për të 2 vite, për 2020, 2021, 2022, 2023, do t'i vijet një vlerë fikse që shumë, në fund të funit,
kur të vjeri problemi, kjo taks do përballohet nga qytetari, nuk do përballohet, do shkojë drejt zeros. Kosto operative dhe mirëmbajtjes, nuk flasim për kosto investimi se i kemi ndarë më vetë. Pavarësisht se është ndoshta për të marrë një titull, ai që ka bërë, por që është i parakoshur për mirëditën, ka më shumë probleme të tjera, e mendoj unë se sa shumë bashkia, vendos ta ketë me fondet e saj, vendos ta ketë me një donacion, vendos e zgjedh bashkia. Ne si rregull, kur bëjmë planifikimin e të ardhur pra të tarifës, bazohemi te kosto operative dhe mirëmbajtjes, jo kosto investimi, se në Shqipëri zakonisht kostot e investimit apo kostot kapitale janë me njëherë, pra nuk janë që shtrihen në kohë. Kjo është letëmja ajo që ne kemi ndjekur dhe që është parimi, do të thënë tarifa llogaritet me koston operative, jo investime. Po faleminderit, dy fjalë kisha dhënë. Në radhë parë du të falenderoj edhe bashkinë, pasi me sa di unë ka qenë bashkëpunuese në planifikim lokal të menaxhimit të mbetjeve, si dhe programin Bashkitë Forta Helvetës. Dhe vërtet, unë kam qenë edhe pjesë e komisionit dhe në detaje kam pakët plan, duke përfshirë politikat kontare, situatën aktuale të përgjithshme që është ky plan menaxhim, kostot financiare dhe planin lokal menaxhimit. Dhe duhet të teksin pak tek ndërgjegjësimi dhe informimi i komunitetit. Tu vërtet ne jemi një komunitet që dallohemi për pastërti dhe rregull, por një plan shtrirje i tillë menaxhimi për mbetjet do të kërkojë më shumë informim. Dhe unë edhe në komision propozova që të kalojmë te programi Helvetas Bashkitë Forta të sugjerojmë dhe të kërkojmë flet palosje të vogla për qytetarët, ta kuptojnë edhe ato deri e vështirë do të jetë ajo ndarja burim, ajo do të jetë shumë e shkëlqyer, por vështirë se do të fillojmë të ndajmë burim dhe do të dështojmë. Por të kemi një informim më të zgjeruar, qoftë me flet palosje të mëdha të afishuara si bashki me vendet veçanta aty ku ka më shumë lëvizje, qoftë me flet palosje të vogla. Dhe ky plan veprimi me gjithse vërtet që stanika ka kosto, po kosto ne e dim që e ka përballuar donacioni bashkia, nuk e kanë përballuar qytetarët dhe as nuk e përballojnë, pasi ne tarifat dhe taksat e bashkisë ne kemi miratuar si këshill dhe do i miratojmë prapë në të ardhmen. Ajo është një taks minimale simbolike që përgën qytetari, e tha dhe shefi aty 14% bullën, do të shkojmë deri 20%, po ne gjitha tarifat kemi konkretisht tarifën e ndërtesës se kemi rritë si pas ligjit. Kemi pas paguajë 14.000 lek taks ndërtese, mu për vetëm ka shkuar 48.000 lek. Pra ta pranojmë edhe tarifën e mbetjeve le të shkojë 2.000 lek të reja, sepse për gjithë ne është etike dhe është problematik si që është lokale, shtetërore, ndërkombëtare, mbetjet dhe menaxhimi këtyre. Faleminderit dhe njëherë do të falenderoj këtë program që vërtet është kurajos. Do është fjalë tjetër? Ka gusht për të diskutuar tjetër? Ora të qytetarit kësu. Këtë investimi, të qytetarit që si rrësë. Si që përsi? Shashën bini, si e vëqyte. Si përstërim? Mos përgjojë shatë. Shatë të i ka i kampioni, ka përgamon dhe mirë vjetë lumi me në turin a vjetë qyte. Po shatë ka përshkuaj. Po shatë ka përshkuaj, i ka i kampioni ka përgamon. Një ka përshkuaj si kampioni. Të blokat e dyre si të të varë për shumanësi. A i qëtari që ta pakua stase. Po të tarifën e shërbim. Mirë. Atëre, unë s'pare të duhet se na i nga për jetu këtu, se aty jetu asë të si paj projektit. Po kur nga duhet të vështirë ne këtu në letra, atëherë më rëndën se qëmarë mund të dhe për atje. Por nuk është ka që vështirë në fakt se gjara, kur nisin të bëhen, janë shumë të vështira, po kur bëhen, jemi gjithë knaqër dhe s'kan as pak vështërsi. Tirana e filloi dhe po e panë. Si jam një përshim të nesë, ne përshim, nuk e kena qytetin pisë. Po ta kena pisë, ta po sigur ta kemi më pasë një projekti e dhe do të nësërë. Si jam një modernizim. A do të kemi 3 kosha ke shumë se 3 kosha po patjetër. Një kosë do të një rrugë, patjetër, po do kesh qesën, s'kene më me pasur. Qia re, prapë që do vete do përshkojë. Po e lëmë në ushqinë, po muna zje kushmihe.
krijojnë bosmjetin vetë, kjo sjell të mira. Mira, ata vazhdojmë dhe të ndërrujmë që diskutojmë. Jesë pari unë duhet të vlerësej, ne kemi ndorë një material shumë të rëndësishëm. Duhet kuptojmë se pastrimi, ambienti, mjedisi është sfida e shekullit dhe këtë sfidë ne mund të përballojmë vetëm me punë. Kështu që unë duhet të falenderoj zënja Teda edhe për punën që ke bërë, për studimin që ke bërë, por edhe për prezantimin, sepse 137 faqe është të vështirë të kuptosh shumë, po na e solle krejt të kuptueshme në pak minuta. Kështu që ju dhe sbashku edhe me bashkitë e forta, unë përsëri duhet t'i falenderoj sepse po fusin ca risi në Këshillat Bashkiake, në bashki, dhe unë mendoj që po bëhet një punë e jashtëzakonshme dhe një punë shumë e mirë. Ne s'pari duhet ta kuptojmë se çfarë po bëjmë. Ne na duket shumë 2.000 lekë për familje. 5.5 lekë në ditë për familje është. Me pinë një qerek kafe çdo familje që është me 3 antar familje. Pra nuk është problemi të 2.000 lekë, se është një kosto e jashtëzakonshme në vit për një familje. 5.5 lekë të reja në ditë është. Po të mund. Po mirë, edhe të këti ke biznesin dhe bëhet pastrimi. Kështu që unë s'bëj doti. Ai që fa dotjen të është se përkash. Ndotjen njerë bëjmë gjithë. Edhe me hajrin tonë, duke jetë se bëjmë ndotjen. Kështu që ta heqim mendin se s'bëjmë ndotjen. Kështu që ne do t'jemi mbështetës mirë. Ne do t'jemi mbështetës për ta zbatuar se sa nëse do zbatohet kjo, mirë do ketë. Si unë ke Zhovaldinin, ka paku biznesi madh, do të çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj? Patjetër që pa ndodhjes. Me ty se s'kena lidhje fare. Po nëse s'kena të shohim tarifat, po të shohim tarifat për biznesin, kjo nuk shpërbën studimin, nuk shpërbën këtë gjithë të punë që është bërë dhe pastrimin e ambientit. Kështu që kjo ka tjetër, kjo është me aty paketën fiskale, ne do të shohim nuk nxjerr kosto tarifat. Pastaj kjo për nuk e lidhja apo me popullsinë si shef gjendje civile. Kjo është bërë llogaritë si mas s'ka lidhje fare me popullsinë si pas Ministrisë Financave ku kalon Branko. Si mas gjendje civile, bashkë me censusi bashkëror me informuar Ministrisë O shok të dashur, ju duket një gjë shumë e madhe. 28 milion lekë të reja koston sot pastrimi. Sot koston 28 milion lekë të reja. Do të shkojë 32 milion lekë, edhe për 4 milion lekë nuk ja mirë, po jo them edhe një gjë, unë edhe shifër sot kosta e pastrimit është 28.000 të vjetra për familje. Ndryshme me pagupe. Po mirë, sot kosta është 28.000 lekë. Ne pagujmë 10.000 lekë. Pagujmë ata që pagujmë. Ata që pagujmë. Kështu që shërbimi do të zërohet, nuk do ta paguajë që një rëshenjë shërbim, do ta paguajë zona Kornekut. Ose paguajë do ta paguajë shërbimin, sa do ta paguajë po s'do ketë shërbim për ai çështë do të paguajë. Ju po për pas shërbim, ajo çështë do të paguajë për pas shërbim. Si ta na në shërbim? Se çështë nuk e ha shërbim. Si e na në shërbim? Nuk ka shërbim, se po ta shpërndaj. Po mirë, do lejmë në pleh. Se doni ju, përishim edhe banjët të shtëpia, edhe dalin pyll, edhe u si o problem. Kjo është tjetër rrëndë, po kjo
që të pagush ti, unë, tjetëri ti të pagush tjetër. Po nuk do të shkojë kostën pra. Po të dalje kostën, se kostën është e dalje. Po të dimoni ne këto, të në të dimoni. Po i kemi, ne kemi po dhe jashtë të kostën. Po pse bëjnë pa ditur? Sot pastrohet qyteti i Rrshenit dhe është në qytetet dhe të pastër. Dhe unë të thash kostën kushash. 18.000 lekë nuk i pagu qytetari. 18.000 lekë si pagu qytetari. Se kena për vete këtu, se as djani ne. Jo është se mi pagush ato taksat ne, po problemi është halli të taksat, as djani këtu s'kena për vete. Nëse nga për qytetari në vete. Po atëherë më do t'ju kisha propozut, kishin shumë të përnërfuja, edhe t'kishin nxjerrë një kosto tjetër, ose merreni këtë studim tillë mirë, që na nxjerrni një kosto tjetër. Ti e panelizon në atë formë, diskutimit sa që tu, të mëllim banjët në shpi e dalim jashta. Kjo është një budallik shumë... Ti po thu ti, nuk po thu unë. Jo, e thu ti. Ti po thu. Unë e thëmë se qytetë Rrshenit është shumë i pastër dhe e krahasuar me qytetet tjera. Një, e dyta, ky studim, se ka, se si, ne vetëm në jepet sot sa një atë. Ka 60 fuzë që ka për një dritë një studim. Që e studim një studim të qytetarëve. Se nuk është ndim ndaj qytetarëve të pastrosh ambientin? Jo, me pasu, po të mos me pasu. Po pse nuk është ndim ti pastrojnë edhe për latit edhe senit sa vjetë edhe roshin? Shkepes si pjesë, ajo makina. Edhe shkepes pjesë. Po, se ka ka për familja e të dimare lekë, e të shkojë si për 4, si për 100, si për 100 për ato shkote. Po nuk janë mërë të i pjetë do të qashtë. Po përqita vetje do dalin rrugë kryesore më me kush do përfshihen. Kush do përfshihen? Çdo fshat që do përfshihen. Është një parakoshë, është një Kjo na prish ta studimi parakoshën dhe të punojmë për ta realizuar. Kjo është një të përvesh një staks tjetër qytetarë. Kena në studimin shumë për ta. Ajoja i shpjegoj jashtë mirë. Kjo Kosovo do të përbalohet 2-3 vjetë. Përfundimisht do të shkojnë në Kosovo. Me 52%. Jo, që atu dhe jo. Se ka të 52% Po atë studim 14% kishe Kosovën që bashkë. Jo, Kosovo ishte 28. Kosovë 28. Aktualisht ne paguajmë 14%. Nuk e kemi shurnik. Unë kam gjurë shumë mirë, në qofë se dikisht. E para që nuk është një studim që e bëjnë për qefin tona, apo për qefin është detyrim ligjor që bashkia të ketë një plan. Nëse nuk e plan të hajnë gjokë gjithë. Jo, plan tina ke afuni se na kemi pasër. Ne jemi më të pasër se Tirana, më të pasër se Shkodra, më të pasër se Lesha, më të pasër se Tirana. Një dokument ligjor nuk ke sot për sot në bashki që nuk ka dokument ligjor që rregulon të pasër. Si nuk jemi pasër? Jo, ti je shumë i pasër, por nuk e di se si të bëni, ligjërisht ministri nuk e di se si jashtë një jemi dy pasture, aja më nuk e keni dokument. Ne afrojmë një plan në 3 forma. A e mbyllim diskutimin bashkisë i përket studimin. Lush, të gjithë kemi diskutuar, kush ka dashur. Një herë diskutuar. Atëherë kush është dakord me planin e menaxhimit integruar të vetjeve? Ju falenderit, ajo të takoshim në